Se Prokria Speciale e Kosovës po e heton UP-n, si u anuluan konkurset në Universitetin e Prishtinës. Javën që shkoi, Gazeta Nacionale raportoi për një konkurs ku ishin shpallur 32 vende të lira në Universitetin e Prishtinës, ku dyshohet të ketë shkelje në këto konkurse, për çka edhe Prokria Speciale ka nisur hetimet. Në një vendim që ka siguruar sërish Gazeta Nacionale, Komisioni Ankesa për në punësit e administratës në Universitetin e Prishtinës ka marrur vendim që të përzëllojë të gjitha veprimet procedurale dhe administrative të Komisionit të Ankesa për në punësit e administratës në Universitetin e Prishtinës, lidhur me shqyrtimin e ankesave të parashtruara nga palët në raport me konkursin publik të datës 28 maj dhe të datës 30 maj të vitit 2025. Në këtë vendim thuhet që Komisioni Ankesave nuk mund të procedojë me shqyrtimin e ankesave dhe nxjerrjen e një vendimi meritor pa u sqaruar paraprakisht rrethanat dhe faktet që janë objekti i hetimit, pasi që çdo vendimarrje e nxituar do të rrezikonte cënimin e ligjshmërisë së procedurës administrative si dhe parimin e sigurisë juridike. Për më tepër, Komisioni vlerëson se zhvillimi paralel i procedurave administrative dhe procedurave hetimore do të ishte i papërshtatshëm dhe potencialisht pengues për organet kompetente të hetuesisë, duke pasur parasysh natyrën e kërkesave të tyre zyrtare dhe faktin që dokumentacioni i lëndës është objekti i procesit hetimor. Sipas këtij komisioni, ky vendim mbetet në fuqi deri në një njoftim zyrtar nga organet e hetuesisë. Për ta pasur edhe më të qartë, Gazeta Nacionale javën që shkoi kishte shpjeguar njëri nga rastet e këtyre konkurseve. Në hulumtimin që ka bërë Nacionalja, kishte gjetur se njëri nga konkurset në UP ishte për sekretar të Fakultetit Filozofik. Në mesin e aplikues vishte edhe Safet Thaçi, njëri dhe zyrtar ligjor në UP. I njëjti kishte kaluar 2 fazat e testimit, por që në fazën e fundit të testimit kishte dështuar dhe rrjedhimisht nuk ishte bërë sekretar i Fakultetit Filozofik. Por i njëjti ende pa u mbyllur konkursi, brenda muajit merr një pozitë edhe më të lartë se sa ajo që kishte aplikuar. Pra Safet Thaçi bëhet ushtrues detyre sekretarit të përgjithshëm të UP-s. Vetëm pak ditë pasi Safet Thaçi nis detyrën e re, ai merr vendim që t'i anulojë 21 konkurse të datës 28 maj, ku njëri nga konkurset është edhe vetë Thaçi ku kishte aplikuar për sekretar të Fakultetit Filozofik. Pra i njëjti që kishte aplikuar në atë konkurs, brenda pak ditësh merr pozitë të re dhe anulon të njëjtin konkurs. Për ta kuptuar krejt këtë katrahur, Gazeta Nacionale ka më shumë se një javë që ka nisur pyetje në Universitetin e Prishtinës, po ashtu edhe tek zoti Safet Thaçi, por që të njëjtit deri në publikimin e kësaj historie nuk kanë kthyer përgjigje. Përveç kësaj, Nacionale ka nisur pyetje edhe tek Prokria Speciale e Kosovës për të kuptuar se deri ku kanë shkuar hetimet, por që të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.